Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, erdha. Çfarë na gatuan sot? Shumë thjesht, një tavë me presh, koha është, stina është, dhe normalisht organizmi kërkon të ketë dhe të konsumoj perimet e stinës. Një tavë me presh, me qep, oriz, kur themin e tanat mira. Tanat mira, që është tanat mira? Ajo që fa na i bëneve mirë trupit dhe jo shijes tonë. Absolutisht. Se për shije, është tjetër gjë, pastaj flasim. Po pa tjetër, shija është reciproke, shija është personale, shija është e përgjithshme, gjithashtu themi, ky gatim ju shijon të gjithëve. Mund të ketë gatime që ju shijojnë. Shija, a është... Ajo që mbetet. A është pema e oreksit? Shija? Po. Prandaj do unë zgjedh gjithmonë që të kem një vaj dhe një vaj të duhur, gjë që unë këtu kam shtuar vajin e ullirit, edhe pakës ujë, vajin e ullirit shumë mirë, pasën andronikit. Lumë kush i shijon ushqimet e mira, lumë kush zgjedh produkte cilësore për të gatuar shishëm edhe shëndetshëm. I tillë është pema. Patjetër. Me një fjalë të thjeshtë, simbolike, nga pema e ullirit, të ullinjve të jugut. Na sjell një vaj tepër cilësor. Pra, po e këtu kam kishim të shtuar. shija, sepse siç themi shija është ajo që mbetet në fund. Shijen unë e kam, vendos presh. E dim shumë mirë që preshi është jo shumë i dashur për konsumatorin faktikisht, jo shumë i dashur, sidomos për fëmijët nuk është fare i dashur. Pse? Sepse i hiqen këto këmishat. Gjë që mua nuk më intereson nëse duhet të përdoret, nëse duhet ta përzijej apo jo, sepse s'kam problem. Por, është një gjë kryesore, që unë këtu kam orizin dhe orizin, siç e kam zier pak sa, normalisht, i kam dhënë edhe një shplarje shumë të mirë, dhe përpara dhe mbas shplarjes kam shtuar lëngun e limonit. Më duhet patjetër kur them unë ajo ura lidhse. E themi gjithmonë që ura e Bosforit. Ura lidhse ushqimit. Kush është Ola? Ola, ku thua Ola i ke thënë të gjitha. Pak gatimin me miellin, Ola. Do të shtoj. Sepse nuk më duhet një zgjerrje shumë e mirë e preshit. Tek presh, hedh salcën, tek salca, shtoj pakës ujë dhe e përzijej. Ja. Tek sa e përzijej mirë, normalisht që nuk qëndro pa i shtuar kripën. Te kripa më shkon më së miri piperi. Para se të gjitha këto që unë t'i përzijej, ja. Ngroh furën, fura është e ngrohur në 200 gradë, dhe kur themi të 200 gradë, vë kapakun që të ruaj dhe në nxehtësinë e preshit këtu. E ke zgjedhur kështu alumini që i shkon. Dikur si të vjetrat. Lidhet edhe gatimi. Kam vezët. Shtoj vezët, ku janë 4 kokra vezë. Normalisht nëse i kemi të vogla mund të shtojmë edhe 5, nëse janë të mëdhaja mund të jenë 3. Unë i kam mesatare. Unë zgjedh gjithmonë atë mesin e artë, sepse ai mesi artë asnjëherë nuk ta lë faqen e zezë. Tek faqja e zezë, mirë, po ku ka vetëm faqe të bardhë, unë kam zgjedhur këto vezët e bardha, që pasën e ka pra patroniki. Jo se nuk mund të merren të kuqet, po janë një zgjedhje rastësishme e paketimeve të Vital. Në ekran shohim paketimin e madh, paketimin e mesëm dhe paketimin e vogël. Të gjitha për familjet tona, mirë është që dita të nisë me një vezë të zjerë, me 2 vezë, për këdoj që do energji e do të marrë vlerat e duhura që në mëngjes, me marrjen e vezës së zjerë, apo mënyrave të tjera që i gatuajnë vezët. Në një ditë mund të sjellim pafundësisht mënyra se si veza mund të vinë në mëngjes. Faktikisht që të bëjmë një ditë vetëm një gatim me vezë. Edhe ta kemi. Për mëngjeset, se çdo gatim na ka marrë nga një vezë, nga 2 përzije aty, pispili, lakror, brum, tava, kudo. Tek vezët shtoj vaj, krip, piper. E lë kaq. Kam. Orizin. Shtoj masën e orizit pasi unë e kam kulluar. E largoj direkt. Që të lëmë të bashkëveproj me preshin dhe aromat e tjera. E po ashtu, së bashku,
do t'i rendisim të gjitha produkte, sa pa ato të përfundojnë në tenxhere, se kemi shtuar preshin, orizin. Uj, aq sa mua më duhet që të zihet orizi. Kam vezët, që i lë këtu, si kur se shtoj dhe pakës fare uthull, unë është e balsamike, ju më të ashtoni si të dëshironi ju. E shtoj të tilë për t'i dhëna të shien e duhur. Pakës fare. Spec. T'i jap. Ëmbërsinë e duhur. Pra i trazojmë, të bëhet një masë e një trajqme. E largoj. Ka që ishte emisioni i nxehjes. E fik. Marë tavën. Do t'i shtrojmë me radhë të një. Dhe shtoj vajin. Tek vaj, shtoj pak ujë. Një përzierje të duhur me lugë. Pra ky... Ja pak shije. Kjo shtesa nuk është për mos ngjitje, është dhe për shije. Po të duam akoma dhe më mirë, po pse nuk shtoj pak gjalp, po ishte edhe pak gjalp. Aty ku e bëj, e bëj tamam shijen. Normalisht. Përzierja e gjalpit me vajnë janë dy gjërat të... Them, janë mrekulli në kuzhinë. Edhe një sekret në kuzhinë, në shije. Nëse cila. Kjo do të shërbej edhe si pete poshtme. Plus, do të kemi atë shtresën që është dhe ta vendos në fund me rezistencën e poshtme, që të piqet në fillim fare dhe më pas pastaj të shtojmë atë mbushjen, pra do piqet njërë kjo. Marri një ngjyrë fuqare. Në nxehtësinë e poshtme në fillim fare dhe më pas kaq më duhet. Po përgatisim recetën tonë të parë, i rendisim edhe njëherë produkte çfarë na u duhet juve dhe neve këtu në studio. Në kuzhinë tavë me presh, me vezë dhe me oriz. 1 kilogram presh, cilin e zbutni pasi e keni prerë në copza, kemi zgjedhur kryesisht pjesën jeshile të preshit. 350 gram qep, me gram, marrim 2 qep i grim, 1 lugë gjelle salcë domate, 20 gram oriz i parazier, 4 vezë, 1 lugë uthull rushi, vaj, lule dielli, kri, piper i zi, spec djegës dhe majdanoz. Pra, vajin e lule diellit mund ta ndryshoni, mund ta zëndësoni patjetër me përdorim gjithmonë vajin e ullirit, se është më i shëndetshëm. Dhe padyshim këto proceset që po i ndjekim hap pas hapi së bashku për përgatitjen e kësaj tave. Lyhet tava në fund me vaj ulliri, bashkuar me pak ujë dhe krip për shije, shtuar edhe sasia e miellit të mistrit. Shevezët. Iku dhe produktet e tjera. Ja. Qep, presh, salcën erzat. Majdanoz po të doni shtoni, si të dëshironi ju, pa tjetër, e kam lënë që mos ta kem në përzierje.
vendosëm mbushjen. Pra nuk i japë forcë që të shkëpus Se pjesën e poshtme. Shkëputet pjesa e miellit. Shumë pak. Shumë pak. Majdanozin që kemi vendosur në ujë dhe e shfrytëzojmë në 2 momente. Shikoja. Edhe si bim, edhe si Kam fundoret, kam vetëm fundoret. Ashtë majdanozi që mua më ka ngelur. A kemi thënë që majdanozin nuk e vendosim në sipërfaqe, sepse nxihet. Pra si puna e thikës që oksidohet. Normalisht, unë nuk do bie kundër fjalës që them, sepse janë disa teori bazike. Gjë që thikën shtojmë edhe djathin e bardhë. Opsional, djathë e bardhë, djathë kaçkavallë, si të dëshironi ju. Si të dëshironi ju. Kështu të thërmuar. E pak duart. Kështu si që është do vendoset, apo do ketë shtres tjetër sipër? Sepse jemi me përfundimin e recetës tani, me recetën tonë të parë. Do t'i ketë edhe djath tjetër, një djath mozzarella, djath kaçkavall, pice. Unë kam që kam e djath, prandaj. Çfarë do lloj djathi ju mund të vendosni? Po. Ja, shumë pak kështu. Sepse më duhet për një recetë tjetër, por sot ja kam kushtuar vëmendjen tavave. Ja dhe një shtres për thithja e të Pak sa të përzihet bashk e jep ato efektin, se krijohet ajo shtresa. Dhe majdanozi mos jetë në sipërfaqe. Kjo është më e rëndësishme. Që të nxihet, ja. Kaq. E gjitha kjo mbaron, shkon në furrë të parangrur, unë e kam në 200 për sa minuta, për aq minuta sa që syri juaj thot, bam, kaq është. Op e marr direkt në furrë. Kjo poq. Orizi është i parazierë, që të kemi qartësi në recetë, e vendosim për të pjekur dhe kalojmë tek tava tjetër, shohim pak produktet e tavës së parë. Kjo është receta e parë që përgatitëm, ka përfunduar. Këtë s'mund ta presim për momentin, se duhet të ftohet mirë përpara se ne t'i japim atë prerjen. Vazhdo të bëf mirë, vazhdo. Fshiu. Tavë me presh, vezë dhe oriz. Ju duhet presh 1 kilogram, pjesa jeshile kryesisht, e prisni në copa dhe e zbusni një 350 gram ose 2-3 qep, një lugë gjelle salcë domate, 20 gram oriz, 4 vezë, pak uthull, rushi, një lugë, vaj, krip, piper i zi, specë djegës dhe majdanoz. E veçanta është, përveç se ka urdisjes mbushja, është fundi i tepsis, moj vazhdo, konsumoje. Lirshëm. Goca thot, kaq gram këtu, pak gram këtu, pak gram atje, dhe unë them, mjafton të keni një stomak bosh, për të bën gjithë gramaturat që bëjnë kile. Lori, një sa më shpesh bosh stomakun, që ta mbushni në mënyrë cilësore. Po, edhe agjërimi është shumë i mirë. Ka njerëz që agjërojnë për shembull një herë në javë, 24 orë vetëm me ujë, dhe kjo bën një restart të trupit të organizmit. Gjithmonë duke u konsultuar me specialistët, duke mos marrë parasysh jo agjëroj Albana, po agjëroj dhe unë kaq ditë. Ka njerëz që agjërojnë edhe 5 ditë, edhe ndjen shumë energji, shumë më mirë se sa qishin. Po. Është shumë e mirë kjo për qelizat, për autofagin, për zorët, për lëkurën, për trupin, për energjin, për gjithat mirat i ka. Atëherë, ne jemi drejt përfundimit, kam përshtypjen të minutazhit. Do t'ju tregojmë pastaj edhe recetën e bazinës, që se kisha dëgjuar si emër, po që meqense më thej që i përket zonave të ndryshme si tip kaçamaku, kombinuar edhe me probiotikët e turshive, na bëjnë shumë mirë, siç tham, që duhet të ushqemi rreth parë për zorët, për sistemin tretës. Këto ishin recetat e ditës së sotme.
Ju do t'i rishihni pa tjetër, do të jetë të ndara më vete, se cila reset ka ndarjen e vetë në kanalin tonë në YouTube, në Reze Dielli. Të falenderoj, shemi nesër. Ne shemi pas pak me të ftuarat tona, ju pres pas fleshit të lajmeve.